është një nga rrugët që më së shumti pati e honë. Zgjerimi i kësaj që lidh Prishtinën me Pejen filloi qysh në vitin 2019 nga qeveria në atë kohë Haradinaj, por me të ardhur Albin Kurti në krye të ekzekutivit, projekti ngeci. Punimet në këtë autoudhë, por edhe të tjerave nacionale, po del të jetë goxha problematike për Ministrinë e Infrastrukturës, konkretisht kontratat për të cilat ka një ligj. Autoriteti kontraktues do të jap kontratë publike operatorit ekonomik që ka dorëzuar tenderin e përgjithshëm me çmimin më të ulët. Kur kjo nuk bëhet, atëherë autoritetet përfundojnë në gjykatën e tendereve, e njohur për Liburna Liun dhe Hysen Durmishin si udhëheqës të dikasterit të infrastrukturës. Kjo pasi këta dyshohet se kanë favorizuar disa kompani për kryerjen e punimeve. Zvarritje ka edhe tek segmenti Dolc-Zahaq, pjesë zgjerimit drejt Pejës. Për këtë u dhan rreth 45,69 milion euro, por investimi nuk është i dukshëm. Dyshimet janë se ministri i detyrë Hysen Durmishi nuk çoi parat për çka u planifikua. Rruga Dolc-Kiev-Kanis është të ndërruar në vitin 2023. Ka qenë 4 lot, skandali qëndron në faktin se nuk ka arrit hala domethënë më nënshkru ose të paktën ose deri para një kohë, disa javë që kam shikuar nuk është nënshkru lot ne. Përkundër deklarimeve që buxheti është shtuar edhe në ndërtimin e rrugëve të tjera si kjo Prizren-Tetov, ka bllokime. Vitin e parë të mandatit të qeverisë Kurti, ndoshta kemi pas të gjithë një pritje dhe një lloj besimi që ngecën ose nuk vazhdojshin projektet ato që kanë qenë të kontraktuar ose të planifikuar, për shkak se ishte një pritje që këta janë të i bën planifikimet e veta. E pam që mas komplet përfundimi i mandatit ngecën aty. Situata nuk është më e mirë as në projektin e rrugës së Gjakovës që nisi në 2018. Probleme serioze vrehen edhe tek ato projekte që kanë përfunduar, siç është autostrada Ibrahim Rugova, ku mungon mirëmbajtja. Madje si pasojë e kësaj të shpeshtat janë aksidentet që përfundojnë edhe fatalisht. Hiq më mirë nuk qëndron as rrafshi i Kosovës. Gjilani, Podujeva, Mitrovica akoma nuk janë lidhur me kryeqytetin, ndonse premtimet nuk kanë munguar.